Selam aleikum. Pse rroga thot që i marrim s'po kanë bereqet? Aleikum selam, rahmetullah. Është njëra prej dy arsyeve në përgjithësi. Ose njeriu është duke u dhënë mas harameve, ose nuk është duke i kry obligimet. Të u dhënë mas harameve, ndodh që tek personin fjalë apo personin fjalë ka kamat. Kredia, kamata, e dini që i marrin njerëzit e hub bereqetin. Pastaj ose është i qunë haram, ose nuk është të dhanë zeqat ose sadak, nëse ka obligim zeqatin. As zeqat, as sadak. Nuk është të ndihmu prindërve. Nuk është të e falendru Zotin, ka thënë Allahu në Koran, nëse me falendroni, ja ushtaj. Këto e në disa prej harameve që njeri mundet me i ba, e mës me pas bereqet, ose e kundërta, nuk i kryen disa obligime që i ka. Prapë kur mundin me thonë zeqati, e tjere. Ose tjetra, jepet maslukseve e të pranë. E me rrogën 600 euro, 700 euro, po flasë mesatarisht, lukset i ka 800 euro. S'ka bereqet. Nuk ka bereqet. Ose punën e bën punë harami. Shkon edhe shet harami tash. Edini alkoholin, droga, cigare, bandalaverën, biznes, ku po lyp me pas bereqet në rrogën tane. Pra falendrej Zotin, mos shkon haram, kryj obligimet, që i ke karshi Allah të rroga jote, menagjaj hargjimet e tua, nuk është pa tjetër me dal me hongër darka çdo ditë, edhe drejka. Edhe kështu, ktheje bereqetin. E vërtet është që kjo që po thu, ka shumë njerëz që ankohen kanë rrogat mira, po në anën tjetër nuk kanë bereqet. Andaj lëpeni të Allahu xhalla shanuhu bereqetin e jo vetëm thjesht pasonin.